Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për gënjeshtën. Në Kuran, gënjeshtra paraqitet si një nga mëkatet më të rënda morale dhe shpirtërore. Ajo lidhet drejt për drejt me hipokrizinë, prishjen e besimit dhe largimin nga udhëzimi i Allahut fuqiplot. Allahu e dënon qartë gënjeshtrën në shumë ajete, duke e konsideruar atë shenjë të njerëzve të devijuar dhe të hipokritëve. Fjala gënjeshtër dhe rrënjët e saj në arabisht përmenden më shumë se 250 herë në forma të ndryshme, folje dhe emër në Kuranin e shenjtë. Kurani flet shpesh për kuptime të lidhura me gënjeshtërën, si shpifja, mashtrimi, fshehja e së vërtetës dhe dëshmia e rreme. Të gjitha këto pra kanë lidhje me gënjeshtërën. Kurani i shenjtë ka ardhur për ta pastruar njeriu nga mëkatet dhe nga të këqijat, dhe një prej këtyre mëkateve është edhe gënjeshtra, të cilën Kurani e ndalon rreptësisht. Sipas Kuranit, gënjeshtra është shenjë e mosbesimit. Në ajetin 3 të surës Zumar, Allahu i madhuar thotë, vërtet Allahu nuk udhëzon atë që është gënjeshtar dhe mohues. Pra, inna Allahe la yahdi man huwa kadhabun kafar. Sipas Kuranit, gënjeshtra është cilësi e hipokritëve. Në ajetin e parë të surës Al-Munafiqun, Allahu i madhuar thotë, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allahu dëshmon se hipokritët janë gënjeshtarë. Pra, kur ata flasin, gënjejnë. Sipas Kuranit, gënjeshtra sjell mallkim dhe largim nga mëshira e Allahut. Kjo kuptohet nga thënia e Allahut të madhruar në ajetin 61 të surës Al-Imran, ku thuhet: "Fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin", dhe të vendosim mallkimin e Allahut mbi gënjeshtarët. Ky ajet është ndër më të fortët në Kuran për mallkimin dhe mbi gënjeshtrën e qëllimshme në çështjet e së vërtetës. Ndërsa në ajetin 7 të surës An-Nur thuhet: "Dhe mallkimi i Allahut qoftë mbi të nëse është për gënjeshtarëve." Dhe mallkimi i Allahut ka kuptimin për largimi nga mëshira dhe nga mirësitë e Allahut fuqiplot. Sipas Kuranit, gënjeshtra shkatërron të vërtetën. Në ajetin 42 të surës Al-Baqara, Allahu i madhuar thotë: "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun." Mos e përzini të vërtetën me të pavërtetën, pra me gënjeshtër, dhe mos e fshihni të vërtetën me vetdije. Sipas Kuranit, gënjeshtari është ai person tek i cili është zhdukur besimin në Allahun e lartësuar, dhe se gënjeshtari i vërtet është mosbesimtar. Në ajetin 105 të surës An-Nahl, Allahu i madhuar thotë: "Innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allahi wa ulaika humul kadhibun." Me të vërtetë, shpifin gënjeshtër vetëm ata që nuk besojnë në ajetet e Allahut, dhe pikërisht ata janë gënjeshtarët. Pra mosbesimtarët, ata janë gënjeshtarë, sipas Kuranit. Personat që gënjejnë nuk besojnë Allahun e lartësuar, domethënë besimi
as edhe njëherë nuk bashkohet me gënjeshtër, dhe besimtari i vërtet nuk e lëviz kur gjuhën e tij në drejtim të gënjeshtrës. Pra ai kur nuk thot gënjeshtër, por vetëse të vërtetën. Sipas Kuranit, ata që gënjejnë nuk do të kenë sukses. Në ajetin 69 të surës Yunus, Allahu i madhruar thot: "Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Thuaj, me të vërtet, ata që shpifin gënjeshtër kundër Allahut nuk do të kenë kur sukses. Kuptimi i këtij ajeti është se ata që trillojnë gënjeshtra dhe ja atribuojnë ato Allahut, pra shpifin kundër tij, duke thënë gjëra të pavërteta për fen, për shpalljen apo për ligjet e Allahut, nuk do të arrijnë sukses të vërtet as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Ajeti thekson se gënjeshtra ndaj Allahut është një rrugë që çon në dështim, sepse ajo bie ndesh me të vërtetën absolute dhe për këtë arsye pasojat e saj janë humbja dhe mosfitoria në fund. Mirëpo, njerëzit gënjeshtar ndonjëherë duken sikur janë më të suksesshëm, sepse gënjeshtra shpesh u jep një përfitim të shpejtë. Fitojnë besim të rënd, paraqiten më të aftë se ç'janë, fshehin gabimet ose manipulojnë mendimin e të tjerëve. Por ky sukses zakonisht është sipërfaqësor dhe i përkohshëm. Shpesh njerëzit shohin vetëm anën e jashtme, pasurinë, famën, pozitën apo vetbesimin e tyre. Ata nuk shohin ankthin, frikën e zbulimit, humbjen e besimit të njerëzve dhe boshllëkun shpirtëror që sjell gënjeshtra. Një ndërtesë mund të duket madhështore nga jashtë, por nëse themeli është i dobët, herët avon rrëzohet. Edhe në jetën fetare, kjo është theksuar. Allahu mund t'i lërë disa njerëz të vazhdojnë për një kohë në mashtrimin e tyre, por kjo nuk do të thotë se ai, pra Allahu, është i kënaqur me ata. Ndërkohë, kjo është sprovë për ata dhe për të tjerët. Suksesi i vërtet nuk matet vetëm ata që njeriu fiton përkohësisht, por me qetësinë e zemrës, me ndershmërinë dhe përfundimin e mirë. Njeriu i sinqert mund të ecë më ngadalë, por ecën mbi tokë të fortë, ndërsa gënjeshtari mund të vrapojë shpejt, por mbi akull të hollë. Sipas Kuranit, Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar. Në ajetin 3 të surës Zumar, Allahu i madhuar thotë, me të vërtetë Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar dhe mohues i të vërtetës. Kuptimi i këtij ajeti është se Allahu nuk i jep udhëzim dhe sukses në të vërtetën atyre njerëzve që bashkojnë gënjeshtrën me mohimin e së vërtetës. Pra, personi që ka ngurë në gënjeshtër dhe në refuzimin e të vërtetës e humb aftësinë për të pranuar udhëzimin e Allahut, sepse zemra e tij është larguar nga sinqeriteti dhe nga kërkimi i të vërtetës. Sipas Kuranit, shejtani zbret tek gënjeshtarët. Në ajetin 221 deri në ajetin 223 të surës Ash-Shu'ara, Allahu i madhuar thotë: "Atë ju tregoj se mbi kë zbresin shejtanët, ata zbresin mbi çdo gënjeshtar të madh dhe mëkatar." Ky ajet tregon se shejtanët nuk zbresin te njerëzit e sinqertë dhe të pastër, por te ata që janë të zhytur në gënjeshtër dhe mëkate të mëdha. Këta njerëz pranojnë përshpëritjet dhe lajmet e rreme nga shejtanët dhe pastaj i përcjellin ato, por shumica e tyre shtojnë gënjeshtra dhe nuk thonë të vërtetën. Ajeti thekson lidhjen mes gënjeshtrës, mëkatit dhe ndikimit të shejtanit mbi njeriu. Sipas Kuranit, gënjeshtari është më i padrejti. Siç thot ajeti 68 në surën Ankebut,
Dhe kush është më i padrejtë se ai që shpif gënjeshtër kundër Allahut, ose e përgënjeshtron të vërtetën kur i vjen. Ky ajet thekson se nuk ka askënd më të padrejtë dhe më të humbur se ai që ose shpik gënjeshtër për Allahun, ose refuzon të vërtetën kur ajo i bëhet e qartë. Ajeti tregon rëndësinë e pranimit të së vërtetës dhe rrezikun e madh të mohimit dhe shpifjes kundër Allahut, pasi këto janë format më të rënda të padrejtësisë dhe të devijimit. Sipas Kuranit, ata që përgënjeshtrojnë takimin me Allahun janë të humbur, siç thot ajeti 31 në surën Al-An'am, qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah. Me të vërtetë kanë humbur ata që e përgënjeshtrojnë takimin me Allahun, pra në ditën e ringjalljes. Sipas Kuranit, ata që gënjejnë janë në errësirë, siç thot ajeti 39 në surën Al-An'am, walladhina kadhabu bi ayatina summun bukmun fi dhulumat. Dhe ata që i përgënjeshtrojnë ajetet tona janë të shurdhë dhe me mes në errësira. Kuptimi i këtij ajeti është se ata që i mohojnë dhe i refuzojnë shenjat dhe argumentet e Allahut e humbin aftësinë për të kuptuar dhe pranuar të vërteta shpirtërore. Përshkrimi të shurdhër dhe me mes në errësira nuk nënkupton domosdoshmërisht gjendjen fizike, por gjendjen shpirtërore. Ata nuk dëgjojnë me vëmendje të vërtetën, nuk e thonë atë dhe jetojnë në errësirën e devijimit, larg dritës së udhëzimit. Sipas Kuranit, gënjeshtarët do të ndëshkohen në botën tjetër. Kurani paralajmëron se gënjeshtarët e shpifësit do të kenë dënim të rëndë në jetën tjetër. Në ajetin 48 të surës Taha thuhet, vërtet, neve na është shpallu se dënimi do të godas çdo që përgënjeshtron dhe i kthen shpinën. Pra i kthen shpinën udhëzimit. Gjithashtu, në ajetin 86 të surës Maide, Allahu i madhuar thot, dhe ata të cilët mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë banorët e xhehenemit, banorët e zjarrit. Ndërsa në ajetin 92-93 të surës Waqa thuhet, nëse ai është nga përgënjeshtruesit e humbur, atëherë vendi i tij do të jetë për ujë të valuar. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin 12 pika për të cilat apo 12 qëndrime të Kuranit përreth gënjeshtrës. Dhe në përmbledhje të atyre që tha më lart, themi se sipas Kuranit të shenjtë, gënjeshtra pra është mëkat i madh moral, është shenjë e hipokrizisë dhe devijimit, shkatëron individin, familjen dhe shoqërinë dhe e largon njeriu nga mëshira e Allahut. Gënjeshtra prish besimin dhe karakterin. Gënjeshtra e bën njeriu të humbas besueshmërinë dhe dinjitetin. Gënjeshtra shkatron marrëdhëniet shoqërore. Gënjeshtra çon në hipokrizi. Gënjeshtra të devijon nga e vërteta dhe udhëzimi. Kur njeriu mësohet me gënjeshtrën, ai gradualisht largohet nga e vërteta dhe nga udhëzimi i Allahut të madhëruar. Në një hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na porosit dhe na thot: ruhuni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra të çon në shturje dhe shturja të çon në zjarr. Pra, kjo ishte pikpamja e Kuranit për gënjeshtrën, të cilën ai e dënon rrep dhe na porosit, na urdhëron që të qëndrojmë larg gënjeshtrës dhe gjithmonë të jemi me të vërtetën dhe me të vërtetët, siç thot në surën Tobe, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, frikësojeni Allahut dhe jini me të vërtetët. Qofshim të gjithë inshallah prej të vërtetëve dhe larg gënjeshtrës. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Paqe, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.